Dita e liçenit ka mbledhur të gjithë aktorët në një aktivitet organizuar nga Forumi për Liçenin e Shkodrës. Aktiviteti është organizuar në sheshin Parabashkisë, ku mesazhi ka qenë për mbrojtjen e kësaj pasurie në Shkodër. E mbështetur nga qeveria suedeze dhe e zbatuar nga Forumi Shqiptar i Liçenit të Shkodrës. Në këtë rast, unë jam e nderuar që kemi përpara autoritetet të cilët janë të angazhuar dhe sot duhet të celebrojnë ato arritje që janë bërë gjatë një viti dhe gjatë viteve të tjera për Liçenin e Shkodrës, për ekosistemet për të cilat ne duhet të kontribuojmë me shërbime dhe pa të cilat ne nuk mund të kemi jetë. Është e rëndësishme që në këtë ditë ne të promovojmë edhe atë çfarë është mundsuar të realizohet në Liçenin e Shkodrës. Unë dua të rikthehem pak historisë. Ne kemi pasur problematika të ndotjeve që kanë ardhur duke u redukuar në liçen, por akoma jemi larg standardeve që kërkon Liçeni i Shkodrës për mbrojtjen e tij. Kështu, gjatë viteve është bërë mundur që në zonën e Liçenit të Shkodrës të mund të bëhen investime jo vetëm në rrugën, por në sistemin e kanalizimeve të ujrave të zeza, përmes impjantit që funksionon për zonën e Shirokës, pjesë e Liçenit të Shkodrës. Nga ana tjetër, mbetet përsëri një problematikë shumë e madhe dhe është sfidë për Bashkinë e Shkodrës krijimi, ndërtimi, pikëpari duke filluar nga studimi i impjantit të trajtimit të ujrave të zeza për qytetin e Shkodrës, i cili vazhdon të jetë një problematikë e rëndësishme që impakton direkt në të gjithë basinin ujor që lidhet edhe me Liçenin e Shkodrës. Që ndër iniciativat më të fundit të Bashkisë së Shkodrës është rikonstruksioni i të gjithë pjesës së bregut të Liçenit të Shkodrës, duke filluar nga ura e bunës Shirok, e cila ka kursi të dedikuara dhe ne po përpiqemi që përmes fondit të shqiptar të zhvillimit të mund të projektojmë, jemi drejt fundit, të gjithë rikualifikimin e të gjithë bregut të Liçenit, duke përfshirë edhe pjesën kodrinore si një strukturë tërë që ofrohet jo vetëm turizmit, por edhe nga ana tjetër edhe zhvillimit ekonomik të zonës, duke ruajtur qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e asetit. Këtë ditë të gjithë bashkë do ta festojmë dhe do ta promovojmë në mënyrë të tillë që turizmi, jo vetëm në Shkodër, por edhe në Liçenin e Shkodrës të forcohet. Kjo dhe në sajt e një nisme do ta theksoj në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban, moja vesh që së shpejti do të ketë një projekt i cili do të lidhi urën e bunës bashkë me pikën kufitare, e cila të malet Zipra, do thot për gjatë Shirokës. Do të jetë një rikualifikim urban, një projekt për $20 milion, i cili do të revitalizoj jetën dhe njëkohësisht turizmin për gjatë Shirokës dhe njëkohësisht Liçenin e Shkodrës. Dita e Liçenit të Shkodrës është vendosur në një marrëveshje të përbashkët mes dy qeverive, Malit të Zi dhe e Shqipërisë, duke konsideruar si një ekosistem dhe një pasuri të përbashkët mes dy vendeve.